Tashmë e di kush të ka ardhur në mendje në momentin kur I lexove këto fjalë. Nuk u dashka të mendohesh. Nuk kishte hezitim, nuk kishte kërkim në për listë emrash. Një person u shfaq, I qartë, I heshtur, ashtu siç bën gjithmonë. Dhe tani je këtu, I ulur me këtë ndjenjë, duke u pyetur nëse e gjitha kjo ka kuptim. Ka kuptim. Dhe ajo që psikologjia zbulon rreth këtij lloji të mendimit të vazhdueshëm dhe të painvituar do të ndryshojë mënyrën se si e sheh atë që po ndodh midis jush të dyve. Ka diçka për të cilën njerëzit rrallë flasin sinqerisht dhe është kjo: kur dikush kthehet vazhdimisht në mendimet e tua, jo vetëm një herë, jo vetëm kur je I trishtuar, por në momente të rastit, në hapësira të qeta. Në mes të ditëve të zakonshme, mendja jote nuk po funksionon gabim, nuk është dramatike, nuk po të ndëshkon. Diçka më e thellë po punon nën sipërfaqe, diçka që psikologjia e ka studiuar për dekada dhe që sistemi yt nervor e kupton tashmë në një nivel që fjalët me vështirësi e arrijnë. Nuk po e imagjinon këtë lidhje, nuk po e bën më të madhe se sa është. Truri yt po bën diçka jashtëzakonisht të saktë dhe e bën sepse kjo njeri vërtet të intereson, në një mënyrë që shkon përtej komoditetit, përtej zakonit, përtej thjesht mërzitjes. Kjo nuk është rastësi. Kjo nuk është vetmia jote duke kërkuar një fytyrë ku të mbështetet. Ajo që ndjell është e vërtetë dhe meriton të kuptohet, jo të hidhet poshtë. Pra, le të shkojmë së bashku nën sipërfaqe. Le të shohim çfarë po ndodh vërtet, psikologjikisht, emocionalikisht dhe po, ndoshta edhe diçka që është më e vështirë t'i vesh emër se sa të dyja. Dëshmia e parë qëndron në diçka që quhet kognicion ndërhyrës. Ky është termi psikologjik për mendimet që shfaqen pa lejen tënde. Shkencëtarët që studiojnë lidhjen emocionale kanë zbuluar se kur një person zë hapësirë të rëndësishme emocionale në jetën tënde, kur të ka prekur diçka të vërtet, qoftë përmes dashurisë, humbjes, apo llojit të afërsisë që kur nuk tretet plotësisht, truri yt të ruan atë ndryshe nga njerëzit e tjerë. Ata nuk ruhen si një listë blerjesh apo si një email pune. Ruhen në një nivel më të thellë neurologjik, në të njëjtin rajon të trurit tuaj që përpunon mbijetesën, sigurinë dhe lidhjen. Kjo do të thotë se kur mendja jote kthehet tek kjo person, nuk është e dobët, është e sinqertë. Ajo sjell në sipërfaqe atë që e konsideron emocionalisht të papërfunduar. Dhe ja çfarë është e habitshme, ky I njëjti proces, ky ruajtje neurologjike, ndodh njëkohësisht në dy njerëz kur lidhja midis tyre është e vërtetë. Ti mendon për ta dhe, në një mënyrë që nuk mund ta shohësh nga ku je ulur, edhe ata mendojnë për ty. Dëshmia e dytë gjendet në diçka të quajtur pasqyrim emocional dhe rezonancë energjetike. Këtu psikologjia dhe diçka më pak klinike fillojnë të ndërkryqëzohen. Hulumtimet mbi lidhjet ndërpersonale kanë treguar se njerëzit që ndajnë një histori të fortë emocionale, që kanë qeshur së bashku, kanë qarë, janë treguar të cenueshëm apo kanë dashur njëri tjetrin, qoftë edhe jo plotësisht. Zhvillojnë atë që disa hulumtues e përshkruajnë si gjendje emocionale të sinkronizuara. Kjo do të thotë se përvojat e tua emocionale nuk janë plotësisht të ndara nga të tyre. Kur diçka lëviz brenda teje, kur ndjell atë tërheqje të njohur drejt tyre një të marrë në mesditë pa ndonjë arsye të dukshme, shpesh kjo ndodh sepse diçka lëvizi tek ata fillimisht. Ti e ndjen sinjalin përpara se ta kuptosh. Zgjatesh drejt tij përpara se ta shpjegosh. Kjo nuk është mistizëm, edhe pse prek diçka që shkenca nuk mund ta emërtoj plotësisht ende. Ky është fenomeni I vërtet, I dokumentuar, I dy sistemeve nervore që kanë mësuar njëri tjetrin dhe kur nuk e kanë harruar plotësisht. Dëshmia e tretë qëndron në kohën. Tani je këtu. E gjete këtë tekst, ose ai të gjeti ty, në një moment kur kjo person ishte tashmë në mendimet e tua. Kjo kohë nuk është rastësi. Psikologjia na thot se kalojmë nëpër cikle të përpunimit emocional, faza heshtjeje të ndjekura nga shfaqje të papritura, periudha qetësie të ndjekura nga val kur ndjell gjithçka menjëherë.
Kur këto cikle përputhen me përmbajtje që pasqyrojnë botën tënde të brendshme, kjo ndodh sepse gjendja jote emocionale është aktive, vigjilente dhe duke kërkuar jehon. Dhe kur dy njerëz ndajnë një lidhje, ciklet e tyre emocionale shpesh ecin paralelisht, pa e ditur asnjëri prej tyre. Ata po jetojnë valën e tyre tani ndërkohë që ti je duke jetuar tënden. Të dy jeni në këtë moment diku brenda të njëjtës ndjenje, edhe nëse ndodheni në dhoma të ndryshme, qytete të ndryshme, apo kapituj të ndryshëm të jetës suaj. Dëshmia e katërt është ndoshta më personale dhe jeton brenda teje, jo në ndonjë libër. Është fakti që nuk e ke lëshuar këtë person. Jo plotësisht, jo në atë vend të heshtur ku je më i sinqert me veten. Dhe ky lloj mbajtjeje nuk është diçka që njerëzit e bëjnë rastësisht. Mendja është efikase, lëshon atë që vërtet nuk e nevojitet më. Fakti që kjo person mbetet gjallë, e pranishme, kthyese pa uftuar, të thotë diçka të vërtet për natyrën e asaj që ka ekzistuar midis jush. Nuk mendon vazhdimisht për gjëra që nuk kanë pasur rëndësi. Mendon për ta pikërisht sepse diçka e vërtet ka ndodhur, diçka që la gjurmë, diçka me të cilën pjesa më e sinqert e teje është ende në bisedë. Dhe kjo bisedë, ky dialog i heshtur dhe i vazhdueshëm që jeton në gjoksin tënd dhe shfaqet në momentet e tua më të qeta, nuk ndodh në izolim. Diku në momentet e tyre më të qeta, edhe ata janë brenda ti. Ndalo tani, sepse kjo është e rëndësishme. A meriton të zgjidhesh? Jo pothuajse të zgjidhesh. Jo të zgjidhesh kur është e përshtatshme. Jo të zgjidhesh në boshllëqet midis prioriteteve të dikujt tjetër. Meriton të jesh përgjigjja e qartë dhe e ndërgjegjshme e dikujt, jo zëvendësuesi i tij, jo mbushëllimi i tij në konfuzion. Zgjedhja e tij. Çfarëdo që të ketë ndodhur midis teje dhe kësaj personi, çfarëdo forme të ketë marrë distanca midis jush, thellësia e ndjenjave të tua për ta nuk të bën më të vogël, të bën dikë që është i aftë të dashurojë me gjithë zemër. Kjo është e rrallë. Kjo nuk është gabim që duhet korrigjuar. Kjo është cilësi që meriton të ndërkambëhet me të njëjtën thellësi. Ndjenjat e tua nuk janë tepër shumë. Lëre ta kuptosh këtë. Intensiteti i asaj që mbart për këtë person, mënyra se si shfaqen pa ftesë në mendimet e tua si një këngë, një erë apo një cilësi e caktuar e dritës pas dite, kjo nuk është dëshmi se je i thyer, i obsesionuar, apo i paaftë të ecësh përpara. Është dëshmi se i ndjen gjërat plotësisht, se ke dashur pa mbajtur mbrapa, se zemra jote e njeh ndryshimin midis dikujt që kishte rëndësi dhe dikujt që nuk e kishte. Bota ndonjëherë do të përpiqet të thotë se të duash kaq thellë është dobësi. Nuk është. Është një nga gjërat më të thella që mund të bëjë një njeri. Dhe heshtja jote, çfarëdo që ke mbajtur të heshtur, cilat fjalë ke mbajtur mbrapa, cili zgjatim nuk e ke bërë, nuk është frikë. Mos lejo askënd ta besosh atë duke përfshirë zërin më të qetë në mendjen tënde. Heshtja jote është mençuri. Është ti që di se koha ka rëndësi. Është ti që po të mbrosh derisa siguria të ndihet e vërtetë. Është ti që po mban hapësirë për diçka që ndoshta nuk është gati ende, në vend se ta detyrosh përpara se të ketë ardhur momenti i saj. Ka fuqi në heshtje. Ka dinjitet në pritje derisa të dish çfarë vërtet dëshiron të thuash. Çfarëdo që vjen pas, kishe të drejtë ta ndjeje atë. Kishe të drejtë të pyeteshe. Kishe të drejtë ta leje të ketë rëndësi.